të jetë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Jo sepse është në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, por ka treguar zoti Lika gjatë tyre 20 viteve se çdo garë që ka hyrë dhe ka fituar. Kështu do të ndodhi sigurisht edhe kësaj radhe. Zoti Lika ka filluar karrierën e tij si biznesmen në vitin 1992 në grumbullimin, përpunimin dhe eksportin e bimëve të robajore në Malësi të Madhe, duke punësuar qindra familje të Malësisë dhe të zonave përreth. Më pas ka filluar të merret me politikë rreth viteve 2000, gjithmonë antar i Partisë Demokratike antar aktiv, po me politikë aktive ka filluar të merret në vitin 2002 kur ka konkurruar për kryetari i Këshillit të Bashkisë në Koplik, të cilën e ka fituar, dhe më pas për 2 mandate rresht është zgjedhur kryetari i Bashkisë së Koplikut, kur Malësia e Madhe kishte 6 njësi të qeverisjes vendore, kishte 5 komuna dhe bashkinë e Koplikut. Dhe në ato vite, megjithse ishte një bashki shumë e vogël, qytetarët banorët e Malësisë mbajnë mend për disa punë të mira që kishte filluar kryetari i Bashkisë zoti Ramadan Likaj, përfundoi rrugën e komisariatit, rrugën e Llazanit, unazën e Koplikut, ujësjellsin e filloi ta ndërtonte në Koplik, gjithashtu bani dhe planin rregullues të qytetit të Koplikut, të cilat më pas mbeten për të vazhduar nga Bashkia e Malësisë së Madhe, pasi më pas ndryshoi edhe konjunktura e Malësisë duke kaluar nga 6 njësi të qeverisjes vendore në një njësi që është sot. Zoti Lika tashmë është sërish në fushat zgjedhore dhe bashkë me kandidatin tjetër të Partisë Demokratike, Aurel Markaj, dhe drejtuesit e forcës politike, po takojnë elektoratin e Malësit Madhe me synimin që të arrijë një rezultat të mirë në zgjedhjet e 11 majit. Atëherë zoti Likaj, si po ecën fushata zgjedhore? Edhe njëherë është nësi që unë jam përballë jush, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Sigurisht që t'i bane një ekspoze të karrierës time si biznesmen, edhe në politik. E vetë me gjanë si duhet shtosha të ekspozeja jote, ka kanë edhe një investim që menoj që është investimi më i rëndësishëm që ka qyteti i Koplikut. Ka filluar në atë kohë nga Ndjerit për Latramshi, ka vazhduar nga unë energjia elektrike për qytetin e Koplikut pra. Rehabilitimi përfundimtar e 20 kV të qytetit Koplikut që sot, e them me bindje, ky investim është investimi më i rëndësishëm si ka Malësia e Madhe sot për sa i përket energjisë elektrike. Çdo pjesë tjetër në Malësinë e Madhe dihet se çfarë probleme ka. Qytetarët në Koplik mbajnë mend edhe investim tjetër tuaj, ndoshta si kryetar bashkie, si president i ekipit Veleçikut, që gjatë që nuk po ndodh deri sot, e premtuat në atë kohë edhe ju ndërtimin e një stadiumi ose një fushë sportive për Veleçikun, por arritët rezultatin më të mirë që ka arritur deri sot Veleçiku, duke kaluar në vitin 2011, mos gaboj se 2013, në kategorinë e parë të futbollit. Ndërsa Veleçiku ka mjet sërish në ato kushte, siç ka qenë, sikur e keni lënë ju. Bile edhe ka rënë poshtë në sigurisht në atë kohë, përsa për këtë Veleçikut, kam lanë kontributin tim, si dhe shumë tjetë. Unë isha drejtuesi atij ekipi, punuam së bashku gjithë, kontribuam gjithë, dhe pati një sukses, menoj për kohën, shumë të frytshëm. Unë në atë kohë pata thanë që nëse unë do t'isha, edhe do të vazhdosha karrierën, po thomë si kryetari i bashkisë, premtova para Veleçikut që do qojnë superiore. Nodhen të që nodhen, sigurisht një mkes shumë rase, Bashkia e Malësisë Madhe i ka pas gjitha mundësit, i ka pas gjitha angazhimin, si Veleçiku mos me kemë këtë gjene. Pse vetë një gjanë, si ka met, vetëm ai sport ishte. Lidhur me stadiumin, ka filluar në atë kohë, është bërë projekti në atë kohë, sigurisht që u miratuar në si projekt, u morë toka nga Ministria e Ekonomisë, rreth 4 hektar, e kam thënë, e them, dhe vazhdon edhe sot ka metë në kuadrin e premtimeve. Shpëtar keq si Malësia e Madhe nuk duhet të jenë këtë fazë, besoj fort që e kam thënë para disa ditësh, kam marrë një përfundimisht një okay nga presidenti i futbollit që mas fitores Partisë Demokratike të paktën për 6 muajin e parë do fillojnë puna për atë. E kam thënë që për 2 vite do marrojnë. Atëherë zoti Lika stadium është fjalë e madhe, të kuptona. Një kompleks sportiv që i përket Malësisë Madhe. Atëherë zoti Lika ka 4 vjet që është deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe
për statistikë, do t'i them të gjithë malësorëve, gjithë atyre që na ndjekin se zoti Lika ka marrë fjalën në Kuvendin e Shqipërisë, aq sa nuk kanë folë të gjithë deputetët përfaqësues të malësisë në Kuvendin e Shqipërisë për 30 vite së bashku. Zoti Lika, çfarë do të thotë që ti je deputet në opozitë? E para mund të them që me kanë deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe me përfaqësu 3 vende tane, është një obligim i jashtëzakonshëm. Është një shqetësim i jashtëzakonshëm edhe i përgjegjësia e jashtëzakonshme. Unë mendoj që pata fatin që unë jam përfaqësues i Marxisë Madhe në atë parlament, sigurisht që u mundova si opozitar për me bën më të mirën e mundshme për Marxinë e Madhe. Aq sa më krijulla hapësira për të folur në atë parlament. Dhe vërtet është që një opozitar nuk mund të arrijë kurrë dëshirat dhe gjë e më e rëndësishme të krijosh mundësira dhe hapësira edhe të thish ato investime për vendin tanë për sa kohë që në Shqipëri, me keqardhje them, Shqipëri vazhdon të funksionojnë jo sistem demokratik, një sistem patjak dhe kjo është e papranueshme. Është e papranueshme. E kam thënë në parlament, e them këtu edhe e them kudo. Edhe nesër Partia Demokratike në kjo se rikthehet në pushtet, qofse do njekun të njëjtin model, unë përsëri opozitar do meta. Unë nuk mundem për asnjë moment veten të bam palë për interesa qeverisë, për interesa të një klani ose disa klaneve dhe të la problemet e mia dhe të la problemet e vendit tim në mëshirë të fatit kjo është e papranueshme. Unë jam avokat i tyre dhe do i përgjigjem me çdo mjet qeverisë time nesër për interesat e Marxisë Madhe edhe nuk e llogaris absolutisht se kush është në qeverisë. Zoti Lika, kujtojmë që në Kuvendin e Shqipërisë keni ngritur shumë probleme për Marxinë e Madhe, duke filluar nga energjia elektrike, sidomos në zonat malore, ujësjellsat, keni ngritur problemin e një pallati kulture, problemin e Veleçikut e probleme tjera. Çfarë impakti kanë pas këto? Sidomos keni ngritur edhe problemin e subvencionit të fermerëve nga qeveria shqiptare. Çfarë impaktit mendon se kanë pas apo vetëm aq janë mjaftuar qeveritarët, janë mjaftuar vetëm aq me konstatim dhe nuk janë ndikuar nga këto të vërteta që ju keni përcjell në Kuvendin e Shqipërisë? Sigurisht që problemet e Marxisë Madhe nuk janë të pakta, janë të shumta. Unë e kam thënë shumë herë, e kam ngritur shumë herë hallet problemet e Marxisë Madhe në mënyrë të veçantë. Kam folur për fermerët, kam folur për bujqësinë, kam folur për plotërinë, kam folur për energjinë elektrike, kam folur për ujësjellsin. Për pallatin e kulturës. Për pallatin e kulturës shumë herë. Biles, më të them që në atë moment kur unë jam rikthyer në parlamentit, edhe kam ripërsërit, kam arrit, edhe kam thënë parlamentit shqiptar, sot qeveria shqiptare duhet i hylljë syt nga Marxia e Madhe. Pse e them këtë? Nuk jam të thënë si opozitar, jam të thënë si deputet dhe si përfaqësues i këtij kuvendi. Po nëse se ju të ndëruar tash, një ditë më përpara, duhet trokitë të gjithë, u gëzu të gjithë, se kombëtarja jonë fitoi, po pjesa më e madhe e asaj kombëtare janë të gjithë malësorë. I kam përmendur me emrin parlamentit shqiptar. Kryetari i grupit parlamentar të asaj kohe të Partisë Socialiste, Taulan Balla, më thotë, zoti Lika thotë ke drejt. Drejt i thash me fjalë apo drejt me vepra? Vetëm për hir të në yjeve. Edhe nëse nuk e doni këtë opozitarin tu, për hir të aty në yje tash po kanë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, janë gjithë malësorë, Banja Stadium. Ne në fund e tash edhe Banja Stadium. Ke drejt edhe në fund, mbrapa mas seancës më tha po gjan Stockholm. Kjo është e papranueshme. Kombat thirrje edhe gjithë futbollistëve, gjithë malësorëve. Nëpërmjet medjeve, nëpërmjet parlamentit, nëpërmjet kontakteve që kam pas, hajdeni të bashkëpunojmë, të lubojmë gjithë së bashku, pse jo? Sa vjen e krenohet kryeministri me ju, kërkoni këtë gjë. Fatkeqësisht mund të them, nuk e kanë bërë gjatë tillë. Unë i dua jashtëzakonisht shumë ata. Përsëri unë do vazhdojmë. Përsëri do të vazhdoj shumë fort. Edhe kam i bindje që kam gjetë një konsensus plot dhe do lubojnë shumë fort edhe ata për të arritur ato qëllime që ne na takojnë. Jo thjesht për stadiumin, por pallat kulture tash vepër e madhe. Një shtëpi kulture. Por një kinema të vogël i takon qytetit Koplikut dhe Marxisë Madhe. Çdo qytet, çdo qytet e ka një gjë tillë. Kurse ne nuk kemi asgjë. Kjo është betar keq. Atëherë, ku i thon politik? Kush është kjo politik? Çfarë politike të bëjmë ne? Sa luftojmë me njëri tjetrin? Kush është lufta më e madhe? Lufta më e madhe sot është të bashkëpunojmë me njëri tjetrin,
për të mirat edhe për interesat e mbrëmësisë madhe. Kjo është vlera. Këtë mendoj pak të nunë dhe vazhdoj të mendoj në këtë formë. Po zoti Lika, tashmë jeni fushat elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Çfarë po premtoni Malsove ju? Atëherë, qofse ne marrim dy kampet sot, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike ose Shqipëria Mallështore, siç e quajmë, unë them që Edi Rama nuk ka program. Jo, nuk e ka sot, s'ka pas as edhe herë. Ai ka program personal që e ban vetëm darkë edhe ditën e zotëron në formën e tina. Ka fillu me kazana, ka fillu me tepsia, ka fillu me dajre, ka fillu me shumë shka. Sot ka një program për të çdo lloj imagjinate, ai person ka shkuar. Sot arrin deri në atë pikë që paktën në kanveshtrimin tim mu nuk më lejon. Etika jeme për me thana që thot ai, për me shkujt shqiptar, nuk duhet ta them. Por sigurisht kjo është për të arket. Një kryeministër me 12 ditë qeverisje, edhe akoma sot pretendon se ka që ato japin shqiptarve, kjo është për të arket. Është për të arket. Qofse kalojnë të krahu i Partisë Demokratike. Ka një program tashmë. Një program që për ditë po flitet për këtë program. Është e para herë, ma shumë e shumë vitesh, që një forcë politike ose një koalicion del me një program sakt. Qofse ne marrëm e përmesim sot ata. Pensioni minimal, 200 euro, nuk mund të themi sa shumë, por të krahasua e curinë e deri tanishme është i pranueshëm. Rroga minimale, 500 euro. Rroga mesatare dhe të lartë, 1200 euro. Pra, janë disa gjëra që janë të prekshme sot. Janë të prekshme në mendimin tim dhe në mendimin real të kësaj që kemi ardhur sot. Kjo se marrim energjinë elektrike. 18.5 lek për kilovat për familjarët. Në 7 lek. Kjo se marrim bizneset në 6 lek. Po në qoftë se ne në një program të tillë për 19 ditë që ne parë, qeveria shqiptare do arrin karburantin me ullë me 20%. Në këtë vlerë sot, marramen se ku jemi sot. Pra, unë po përmes disa nga pikat e programit. Kthejnë atë kujtësia, që janë shumë rëndësishme për marrësinë e madhe, nuk do qanë ku jemi ne. Të fermeri, sot qeveria shqiptare, 50 milion euro ka komplet fondin për bujësin, imagjinoni ju. Qofse ne marrim të gjitha vendet për rreth. Pra, Ballkanit Perëndimor, Kosovë, Malnezi, Serbi, Maqedoninë e Veriut. Ku është Shqipëria sot? Çfarë do bëjnë fermerët tonë me 50 milion euro? Në minutin që Partia Demokratike do vinë pushtet, 130 milion euro drejt për drejt shkojnë vetëm për fermerët. Qofse ne diskutojmë prapë, imagjinoni se çfarë ndodh. Me i parë dyshin i parë njëshin. Tash 2 vite, Shqipërisë drejt për drejt i ikun 260 milion euro, si nuk i përfitojnë as bizneset, as i përmarrësit, as fermerët. Për çfarë? Covollën gjitha. E dini se çfarë ka ndodhur? Çfarë kërkoi BE-ja? Kërkoi në mënyrë të menjëhershme, i thotë qeverisë shqiptare, të krijohet një komision i posaçëm të verifikohen të gjitha fondet që janë dhënë, nga i parë dyshi se ku kanë shkuar këto fonde. Atë ditë të sot vazhdon heshtja. Kërkuar disa herë në Parlamentin shqiptar të krijohet një grup parlamentar i posaçëm për verifikimin e këtyre, edhe sot hesht. Po kjo është fatkeqësi e madhe. Por në malësi konkretisht. Për shembull, kam kënë para javë të rastisht në olla një miting këtu, një takim elektoral me banorët e Tamares në Kelmen. Dhe premtuat aty që nëse Partia Demokratike fiton pas 11 majit, do të zgjidhim përfundimisht brenda 2 viteve problemin e certifikimit të pronave. Është problem kryesor, është gangren. Nëse nuk futet toka në treg, nëse ata njerëz nuk kanë certifikatën e punësisë, nuk ka zhvillim, njerëzit s'kanë pse rrinë atje. Ajo zonë dëshpopullohet totalisht, mungesa energjisë elektrike, dhe thatë do të mbështesim dhe turizmin. Atëherë, qofse sot kryeministri sloganit e tij kryesor u thotë shqiptarëve pasaportë europiane. Në fjalë thjeshta i jep përgjigje pasaportës europiane. Ku ka Europë që të pranon ty, mua dhe këdo, në mënyrë veçantë shqiptar, kur ti nuk ke zgjidhur problemin e pronës.
Prona është gjaja më e rëndësishme. Qoftë ti më thumu sot, kalojmë pjesën e parë të kapitujve, po vazhdojmë me pikën e dytë të kapitujve. Edhe ne menojmë thotë se deri në vitin 2027 I kalojmë. Miqtë mi, duhet t'ju bëjmë dije në mënyrë të veçantë Malësisë Madhe. Këtu ku është veni im, ku është shtëpia ime, mos të bien kush pre e kësaj gjëra sa është e pamujtur. Me fjalë thjesht apo jo shpjegoj çfarë do të thotë kjo po. Qoftë deri në 2027 kryeministri do përmushim gjitha dhe do I kalojmë kapituj, imagjinoni ju se pik për pik, çdo pikë që ka në ata kapituj, do të kalohet në terren verifikim. Këtë nuk e kuptojnë ala shqiptarë se kjo është gjëja e më e rëndësishme. Se nëse ne, unë po flas, po shveshim për tana gjëra, po flas si biznesmen. Unë kam fatin edhe punoj me ndërkombëtar. Por edhe në mënyrë të veçantë punoj me Shtetet e Bashkuara, punoj edhe në Europë. Ne kur bëjmë një investim të nivelit lartë, se ne sot produktet tona janë produkte ushqimore. Ne jemi certifikuar në gjitha organizmat ndërkombëtare si kompani. Dhe kur plotësojmë raportet, ata bien tan statistike dhe plotësojmë raportin. Ata vinë në terren për me verifiku pikë për pikë se si kena plotësuar këto. Që ose ne nuk kena lënë edhe një pikë vetme, pa plotësuar, ti nuk certifikohesh. Pra, është vetmja gjë. Shqipëria don kohën e vet për më arrit për me implementu gjitha këto ku një kohë është e pamujtur. Ti s'ke pronat sot të certifikuar. Nuk ka njeri sot si më thotë Malësinë e Madhe, flas për Malësinë e Madhe gjithmonë, që mi 70% të pronat Malësisë Madhe I ke shtet sot. Nuk zotron as edhe një certifikate në pronësisë. Kush pranon dy? E para, e dyta. Si mundesh sot të thush shqiptarëve se në 2030 do të hyjnë në Europë? Po si ka me hyrë në Europë ky biznes ku një kohë s'ke infrastrukturë, s'plotson kriteret më minimale? Si mundesh me hyrë në Europë ku një kohë futesh përmes qytetit të Koblikut dhe do t'i plotson kriteret më minimale të Europës? E lënë më atëherë kur të hish edhe të shohim gjërat nga afër. Dhe do t'i prekum gjithë ato pikë për pikë për me certifikuar. Ndaj them që njerëzit duhet kuptojnë këtë, që ne do në kohën e vet, dëshira jam është më shku privat, por ne nuk I plotësojmë të standardet. Ndaj them që mos humbet kohë me këtë politikë që realisht nuk çon kurrë. Zoti Rika, pse po shpopullohet Malësia e Madhe? Po t'jap disa statistika. Në vitin 95 kur Malësia e Madhe doli rreth në vete, kishte 57.800 banor. Në vitin 2011 me të lënat e statit kishte 37.000 banor dhe në vitin 2023 në Malësi të Madhe janë 20.800 banor. Pse po shpopullohet? Kjo është gjallimshme. Në fakt ju dini shumë mirë që në vitin 2015 kam ndërzuar mandatin e kryetarit të bashkisë, korrekt vitin 2015, dhe kjo su në rikthehen vetëm kohës kur jam kem kryetari i bashkisë. Flas të qytetit ku unë kam drejtuar për 8 vite, kam pas gjimnazin e Koblikut me 813 nxënës. Është punuar me 2 turne. Ka qenë shkolla nëntëvjeçare, Abdyl Bayraktari me 1320 nxënës. Kur unë sot marr vetëm këto statistika, janë të frikshme, janë të dhimbshme dhe është për ta keq ku kemi shkuar. Qoftë se ne themi, sigurisht që Shqipëria nuk mund të themi se ka ndodhur mrekullinat, gjërat e këqijat kanë ndodhur vetëm gjatë kësaj periudhe. Ne duhet të pranojmë edhe gjërat tona, qeverisjen e Partisë Demokratike. E kam thënë në parlament këtu. E rikthej edhe sot. Kam thënë, qeverisja e Partisë Demokratike 2005-2009 është kanë qeverisja më e mirë e tana kohra deri në këtë moment. Po unë kur, kam thënë, nuk ka qeverisja 2009-2013 e Partisë Demokratike si ka kanë ajo e 4 vite më parë. Por, kam thesuar këtë tjetrën. Qeverisja e Partisë Demokratike 2009-2013 është shumë më mirë se qeverisja si ka bë Edi Rama, që është ditën që ka marrë pushtetin e deri më sot. Pra, ne duhet të themi gjërat. Çfarë ndodh sot? Ti e din shumë më mirë se e di unë. Po mirë unë. Unë duhet të rikthehem një pyetje të ju. A pranoni ju sot me tonat kontribut që keni dhënë ndër vite, që sot Shqipëria është më mirë sot se ka ishte para 12 vitesh? Vetëm kaq. Si ti e keni një opozitar I jashtëzakonshëm. Unë e kam thënë gjithmonë, ti e din shumë mirë, kur isha kryetari I bashkisë, çdo kritikë që ti mban, ti nuk jetu mbadam, jetu mban erë.
Pse? Zgjon nga gjumi kryetarin e bashkisë, zgjon nga gjumi administratën e bashkisë. Po nuk kjo nga ba shumë mirë në ato. Sot, kjo se rikëthem, sot, për çfarë investimesh janë banë qytetin e Koplikut? Po marrë qytetin e Koplikut. A banë një pedonale? Është për tarkes. Ja kam thënë edhe kryeministit, Kopliku nuk dën gurberatit. Kopliku dën ata çakat tradicionale të vetën të tërë. Ti ke bën një veprim që nuk i ke bën mirë Koplikut, ma veprim që i ke bën. I ke bën dam, edhe ky dam ne peshojmë sa. Unë e kam thënë, nuk shkon gjatë ajo punë, do prishet, komplet. Do rikthehen atje ku duhet më rikthyer. Dhe ju shihni sot që s'mund kalohet për çdo Koplikut. Tash, i ku janë shpaji? Është e paji gjithë dhe ne. Por në veçantë, bashkia do të marrë përgjegjësinë e vet. Ndoshta në një moment saktuar thotë nuk kam përgjegjësi. Pse edhe projektet i kanë ardhur gashme dhe do bëhen kështu, si ngon e ndërrosh. Nuk është projekt i bashkisë, është projekt që Edi Rama tanë projektin në këtë model e ka bën vetë për gjithë Shqipërinë. Dhe këtë gjë ka bën kudo. Ne duhet ta lejojmë këtë. Po të bëj pyetje. Kjo bashki, a ka bën ai punë të mirë këto 12 vite? Unë mendoj që ne nuk jemi ata që ose në veçantë vetë, unë e kam thënë në parlament shumë herë, që nëse ka bën një punë të mirë bashkia, unë e përgëzoj nga Parlamenti i Shqipërisë, edhe e përgëzoj. Dakor? Por ama kam thënë edhe tjetrën. Të më thonë dikush sot edhe e them përsëri prapë sot, të më thonë dikush se çfarë investimit ka bën kryetari i bashkisë në qytetin e Koplikut. Jashtë aty në investime që janë lënë dikur. Përveç kësaj pedonale që janë shtruar në Gurë dhe ka bën mirë Koplikut, besoj edhe mërcisë madhe. Toni dishet të lutem. Se unë tërhiqem se o të kërkoj ndjes. Disa rrugë turistike, për shumë zona malore. Po, këna i fatë. Kohën e funit, Parlamenti Shqiptar me nxitim, miratoi edhe i ligjit për paketën e maleve. Ç'është kjo paketa? Kanë shumë të thjeshtë. Si nuk e kuptoni? Do të marrin tokat njerëzve? Sigurisht. Qoftë se ka me detin e morë. Iku deti. Liçeni është alo. Liçeni është në kam, si kom thënë para ca ditë kom thënë stërbeq. E vetë një gjë që ne gjithë së bashkut kena pas fatin e mirë që deri sot është shtruit kjo gjë. Ne të jena unik se kjo gjë është shumë shpejt me një projekt që do bëhet shumë shpejt, do bëhet ky projekt, do marrin një transformim të jashtëzakonshëm. Fati jon që ne e kena ftuar deri sot. Nëse vjen në pushtet Partia Demokratike, sigurisht. Unë e kam thënë, Sërbeq, për 2 vite do të jenë një ndër projektet më madhështore që do të jenë për. Cilat janë projektet tuaja konkretisht në Malësitë Madhe? Atëherë, projektet tona në Malësinë e Madhe janë gjanat më bazike që realisht ne nuk i kemi deri sot. Premtime asnjë gjë konkrete. Premtime pa fund, edhe unë kam premtuar, s'kam mujt me realizuar. E kam thënë unë nuk mund të përjashtoj vetë. Po ke pas edhe bashki të vogël me. Por ama gjanat më të rëndësishme do të arrihen gjatë këtij mandati, siç e kam thënë. Stadiumi do bëhet. Një kinema për qytetin e Malësinë e Madhe do realizohet pa diskutim. Sot me keqare po them, shohin qytetin e Koplikut, edhe në qytetin e Bajës, kudo fëmijë është turp mos me pas sot një mundësi për fëmijë. Ne marrim fëmijë nga këtu i çojnë në Shkodër. Pse? Nuk kemi asnjë gjë më minimale sot për të plotësuar kushtet e fëmijës. Është të arkes. Nuk ke një parlojnë artikun. Është turp me tan kujna. Po tan këtë mrekulli që ka Kopliku. Tan këtë mrekulli që ka Malësia e Madhe. Nuk ke një park dikun. Për me pas mundësi për nësit fëmijë 2 minuta, kupton me kalon. Pra, ne jena në një projekt ide që Malësia e Madhe do marrë një transformim të jashtëzakonshëm. Lidhur me paketën e maleve, shpresoj dhe besoj fort që me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, ky ligj do shfuqizohet. E kena thënë edhe në parlament, e kam thënë edhe vetë, su ka me gjatë tjetër pa marrë tash doni me në armë, me në gravit edhe malet. Kjo gjë nuk do ndodh. Por ama edhe gravitet që janë bandet, kudo, e dini shumë mirë, qysh në Velipoj, deri në Saran, Samit, çdo gjë është grabit, është tetërsuar me dokumenta falsa. Po çfarë është investitori strategjik si mashysh? Çfarë bën Edi Rama? Provoi një ligj dhe
paraqitje kriteret për këtë listë në ato. Investitor strategjik thot paraqit projektin thot din 5 milion euro. Ishte investimi për me dash me kjo. E pa se kjo gjë po ecë me shpejtësi nëpërmjet veprimeve që bëhen, e ndryshoi ligjin. S'nu ku në botë. Me emendamente shtesë, ku Niku ishte shfuqizuesi i lisë Maroja Patin, me emendamente shtesë edhe e rikthei thot deri 50 milion euro çoj për me marrë edhe pjesën tjetër, që kishte me pagadit. Dhe kjo vazhdon sot. Pra ishin të mirë planifikuar se kush do i marrin ata, kush janë ta persona që do shpallen investitor strategjik. Sigurisht që keni të bindur që edhe për paketën e male janë të shpallur. Të vetmin sukses si pati një projekt ligj që ka filluar ky projekt ligj të diskutuar në çarqet e ndryshme të paktën tash 2 vite. U miratua. Ka nevizimi i Shqipërisë. Kjo në kështë të metne. Dhe e realizuar. Çanoll sot. Menohet se mund vijet ose mund rifreskojnë ose mund marrin mandatin e 4, tu kriju mundësia në më të ndryshme do të thotë do të merri licencën, do të bëni këtë, do të bëni këtë, do të bëni. Tani janë mashtrime, të një binu përmes se këtë ofën vetë hapur. Për me marrë një parcel të tillë, për me plotësuar ato kritere, është e pamujtur. Shqipëria nuk i ka njerëzit e mirë përgatitur të atij nivelit për me marrë licencën për kultivimin. Nëse don dikush sot, unë kam fuqinë dhe kam kurajën hapur. Mos bini prej kësaj gjaj. Unë si jam deputet dhe përfaqësues i juaj e them hapur. Kur ka filluar ky projekt ligj në diskutime nëpër grupet parlamentare, nëpër komisionet përkatëse, unë jam një ndër ata persona që jam komision përgjegjës për këtë projekt ligj. Komisioni Ndërkombëtar dhe Pëlluese. Unë jam lut për licencë tillë, më kanë njohur shumë të parë. Se më kanë thënë si plotëson kriteret. Edhe realisht i plotësoj kriteret, sa është vetë pusha. Plotësoj kriteret e vetë në Shqipëri. I kam thënë, pse doni ju sot për interesa elektorale? Për me mashtruar shqiptar ku një kohë është e pamujtur. Po pse është e pamujtur në fakt? Ne duhet t'u themi gjëra shqiptarëve. Kush është ai biznesmen sot? Si futet në një batak tillë ku një kohë gjëja më e rëndësishme sot është partneriteti, kontrata. Kush është ai biznesmen sot në Shqipëri që plotson të kushte për mu marrë me këtë biznes? Absolutisht askush kush. Thjesht dorë me përdor pushtetin për me rikthyer edhe herë mandatin edhe kjo do mesin aty punë. Zoti Liga, pse duhet ju besojnë ju malsort? Atëherë, pse duhet të besojnë ju malsort? Fatmirësisht unë kam thënë para 4 vitesh para qytetarëve të Marcismale që më sot kam mundësitë e mia. Ma që unë kam thënë, unë jam mënuar ta marr në atë parlament. Tjetër se nuk më dha mundësia për me kënd pushtet. Dhe isha deputet i opozicës. Kam thënë që unë do të jam një zonë shumë i fortë, i fuqishëm për mundësinë e madhe në atë parlament. Besoj që nuk them se e kam bërë më të mirën e mundshme. Kam bërë aq sa më dhan mundësia dhe sa më dhan hapësira për me thënë fjalët e mia në atë parlament. Sigurisht që besoj fort sot që si që thatë edhe ju, detyra një parlamentari është për me ngrit hallet edhe problemet e qytetarëve të tij në parlament. Qose ne, edhe besoj më shumë se kur, e kemi fatin që Partia Demokratike të rikthehet në pushtet, atëherë unë besoj që malsort kanë më përballë deputetit edhe do të njohin përfundimisht Ramadanikën në pushtet për hallet edhe problemet e realizimin e të gjitha gjërave në Marsinë e Madhe. Sa të bashkuar jeni këtu si Parti Demokratike? Kjo është një pyetje që më bëhen shumë shpesh. E vërtetë është që unë në gjitha intervistat e mia e kam thënë, nuk është e lehtë. Partia Demokratike ka kaluar një tam të qenë shumë fort, një forcë politike e dalën mas viteve 90. Ajo që i nolli kësaj force nuk është e lehtë. Sigurisht që unë e kam thënë edhe herë tjera, kur ka ndodhur kjo situatë, me datën 9 shtator 2021 u mlodh grupi parlamentar i Partisë Demokratike asaj kohe. U mlodhme se ditën tjetër u bante konstituimi i Parlamentit të Shqipërisë dhe kemi filluar takimin në orën 6 të darkës, kemi dalë në orën 2. Një debat i jashtëzakonshëm. Ne nuk njihshim njëri tjetrin gjithë. Në vend me dalë me një projekt se kush është opozita përballë shqiptarëve, ne filloi ajo që ndodhi.
Ne kemi kaluar një periudhë jo të lehtë për 3 vite. Një ndarje e jashtëzakonshme, një luftë e brendshme e jashtëzakonshme. Por fati çon që sot, mas një krize shumë të madhe, Partia Demokratike është më konsoliduar se ka qenë. Pse them këtë dhe ku bazohem dhe ku? Atëherë, çdo njeri, edhe në familjen e vet në moment se tu mund të kesh probleme. Por nëse ti arrin, ti te kalosh këto probleme, të rehabilitohesh e të rikthesh del shumë më i fortë. Edhe unë mendoj se Partia Demokratike është shumë më e fortë se ka ishte. Atëherë, a e dëmton Partinë Demokratike në të zgjedhje disa eksponentë që ishin të fortë në Partinë Demokratike, figura të rëndësishme që sot kanë dalë me Euroatlantikët, me Lulzim Bashën. Kanë ndonjë ndikim këta në këtë barë zgjedhore? Unë mendoj që çdo person, çdo individ, çdo grupim, si ka qenë të Partia Demokratike, ka pjesën e vet të Partia Demokratike. Thirrja ime ka qenë është edhe do vazhdojnë të jetë. Që ata ti bashkohen. Ti bashkohen forcës tyre, ti bashkohen aksionet e tyre që kanë të Partia Demokratike. Unë mendoj që kanë zgjidhja. Kanë zgjidhja. Dhe unë nuk rreshti edhe sot. Ti gjithë kolegëve, i kom pas miqve të mi, të rikthehen të kjo forcë politike sa shtëpia e tyre, kanë aksionet e tyre. Dhe mendoj që nga dita në ditë kam besimin e plotë që do të reflektohet dhe e ardhmja është Partia Demokratike, pas një dyshim. Sigurisht ju njekni edhe fushatën që ban Partia Socialiste këtu në Malësi të Madhe. Me çfarë moralit mendon se ata kërkojnë sërish votat pas 12 vite për shtet? E para, unë e thash, unë përmena kryeministrin kryet herës. Unë nuk e di se ku është morali këtu. Se nuk kom një gjuti ken, si po flet nga drejtuesit, flet gjithmonë. Nga drejtuesit. Sa ta janë përqushit kryesor. Se funi e funit, ti për me bin, malsor për me danë votën, ty duhet të refresh veten e herë gjithë drejtimin për punën që ke bën deri sot. Pra në rastin konkret ata që drejtojnë fushatën, si kryetari i bashkisë, që është në krye të fushatës, dhe eksponent tjerë drejtuesa të drejtorive, ku do qofshin. Unë nuk e kuptoj, pra se dhe mendën vetëm se Partia Socialiste deri në këtë moment çfarë premtimi u ka bërë malsorëve. Të paktën unë jam të them hapur kush është detyra jonë, kush është projekti i Partisë Demokratike. Kush është detyra jam e nesër, si deputet është çfarë përgjegjësie kam, do jam një avokat i jashtëzakonshëm për me mbrojtje interesat dhe vlerat e Malësisë Madhe, pa asnjë lloj paraqykimi. Kjo është e rëndësishme. Po nëse Partia Socialiste sot jam i sigurt se ka në opozit, keni të bindur për këtë, pa diskutim, pa dyshim në opozit. Unë jam i gatshëm që nesër, siç i kam bërë thirrje, ish deputetit Mazharancës, si nesër deputeti Mazharancës do jam vetë, të bëj thirrje deputetit të opozit, hajde të pushojmë bashkë, për interesat Malësisë Madhe, nuk ka gjë më të mrekullueshme. Pra unë jam i hapur, jam bashkëpunues. Ndarja më e madhe do të jenë fushata. Bashkimi do të jenë për interesa të vetes tane, të njerëzve që trajtojnë, edhe në mënyrë të veçantë të Malësisë Madhe. Elektoratin ne nuk mund ta dajmë nesër. Malësia Madhe është e gjithë. Flitet për zhvillim turizmin në zonat malore. Edhe në këtu zonën e Liriçanit e përmendet edhe ju. Çfarë premton ti për zonën malore atje kur nuk mund bëhet turizëm pa energji elektrike, nuk mund bëhet turizëm për pa certifikuar pronat, nuk mund bëhet turizëm për pa nxit vetë qeveria shqiptare me projekt. Çfarë premton ti për sidomos zonën e Kelmenit flas? Se sot edhe qeveria bashkë me Edi Ramën sikur e kanë lënë harres Malësinë e Madhe dhe kanë shkull ka zona e Shkodrës, ka zona e Thetit. Për koincidencë do të them që në Malësi të Madhe, për shembull në Vermosh ti je shumë i informuar, në Vermosh kanë disa bujtina, sot janë mbyll, se nuk mund bëhet turizëm pa energji elektrike, nuk mund bëhet turizmi me atë gjëni që janë ato bujtina. E fatu nuk e përmena madar. Ju folet atë ditë, më fal, thatë që për 2 vjetit e para do ta zgjidhin problemin në stacionit të energjisë elektrike. Lidhur me këtë gjë, unë nuk e përmena, po e vërtetë është që është minatur një fond për Malësinë e Madhe për sa i përket energjisë elektrike. Ka marrë edhe? Okej, në parlament. Dhe komisioni përgjegjës për këtë investim është kanë komisioni për vëmendarive prodhuese. Pra ne jemi komisioni përgjegjës. Në atë kohë, ky është një investim i Bashkimit Evropian. Janë 8.3 milionë euro në stacioni i Tamares që merr përfundimisht rehabilitimin përfundimtar komplet zona e Kelmenit, rehabilitimi
që do bëhet në stacionin e Vukpalajve dhe në stacionin e Vraks. Ku ka ngel edhe pse nuk fillon puna, thoni ju. Akoma qeveria shqiptare në partneritet duhet të kesh 10% por nuk e mendoj që ka me të 10%. Problemi që në shtyhet koha se ala nuk kanë mujt me arrit që këtë investim me marr ata që duan me marr ata. Dhe kjo është investim që vjen nga Europa sotri. Nuk mundesh me grabit në asnjë lloj forme, pra zvarrisin tana forma për me fitu tendrin atë që si menojnë Bela, shkur, për me ata në hapur. Se Beli thonë atë. Krahun tjetër për me kutu marçor, Belina Balluku. Zëvendës kryeministri. Sigurisht. Pra, edhe po zvarritet, edhe po i bëhet dëm mësismale në ky drejtim. Por, ky është projekti i miratuar dhe puna do fillojnë shumë shpejt. Pra, nuk kemi pse diskutojmë. Kjo, mos zgjasin si investim, ndoshta mund të shkojnë edhe 2 vite rehabilitimi, por besoj për 2 vite, kjo është problem i zgjidhshëm. Pa, me që jena këtu të energjia, çfarë do ndodhit me ato hecet e projektuara në Kelmen? Me lumin sen. Unë pata fatin pas disa protesta banorëve. Ditën e diel, si në Sels, si në Vërmosh, pata fatin edhe kam lëviz shumë, takova edhe shumë njerëz. Sigurisht që edhe pjesë e vogël që kam se pjesa më e madhe ka hinë për tupa, ne e dim këtë. Unë premtova në Sels, e thash hapur, në bashkëpunim me ju. Për 2 vite, si që kam thënë, do zgjidhet problemi i prona dhe do të merret certifikatat e pronësisë. Çdo njeri që i ka fut durt të tjetërsimi i prona si prona është e shenjtë, do rikthehet. Sigurisht, edhe në nënshkimi do tjetë. Kushdo qoftë. Ndaj them që rikthehemi edhe të qytetit komplikut pak. Sa është kërcishtë e domosdoshme, është e pranueshme, edhe unë e njoh shumë më mirë se kurkush tjetër. Qofse ne dikur kena diskutuar për një zonë industriale, për një pronë që është me projekt, çdo gjë, dhe është pronë publike. Edhe është pronë publike. Fatmirësisht unë zotroj komplet dokumentacionin e asaj gjaje, se ku kam ndërzuar, si e kam lanë dhe shpresoj që ajo pronë publike të jenë ajo pronë publike si ka vite. Shpresoj tash. Në Koplik. Sigurisht. Koplik. Shpresoni që dikur mund bëhet ajo. Besoj që po. Se në kohën e Partisë Demokratike u rrethuaj, kujtojnë qytetarët e Koplikut, që u rrethuaj gjitha e zona atje, rreth 6-7 hektar. U rrethuaj gjithë zona. U holl një projekt ide në atë kohë që do fillonte puna diku në vitin 2015 diçka tillë. Erdhi një ekip në Ministria Përkatëse për me verifikuar edhe herë a ka një tjetërsim prona apo është e njëjta pronë si çka kanë. Sigurisht ata e verifikuan dhe rifirmosa edhe një herë kur u morë veprimi dhe u morën tan dokumentat nëpërmjet hipoteks dhe e kam lënë pronën me një madoglera që ka nuk po përmes shifra. Se projektet në letrat janë aty. Ja edhe me parcela se kam edhe këtu ose lipenese. Zoti Lika, çfarë do të thoni ju malsorëve që mos ta braktisin malsinë e madhe? A ka shpresë ky vend? E vetë një shpresë është kjo. Që ne me një projekt tillë si Shqipëria tashmë, Shqipëria mallështore, se kot nuk ja vu ky. Emërtim, Shqipëria mallështore nuk na përket ne. Ky projekt është shumë i rëndësishëm për tritë dhe për trejat. Për pjesën më të rëndësishme të migracionit. Çfarë do të them me këtë? Unë pata fatin për 4 vite në parlament, edhe duhet i përshnes nëpërmjet medias tuaj të gjithë emigrantët ku të qofshin ata. Me fat kanë një vëmendje të jashtëzakonshme. E kam thënë edhe forcën që kam marrë nga emigracioni që Shtetet Bashkuara. Për gjithë kohën time parlamentare nuk e kam marrë nga pjesa këtu. Si mendon se do të votojnë në diaspora? Tani, çfarë do të themet? Kush janë kërkesat e tyre? Ata janë shumë më të devotshëm se ne këtu për më rikthyer në vendin e tyre. Por ne duhet të plotësojmë disa kushte. Po kush janë këto kushte? Çfarë kërkesash kanë? Shumë të thjeshta. Kërkojmë thotë certifikimin tonë. Pronës tonë. Kërkojmë thotë certifikatin. Kërkojmë thotë që ne kur të vinë thotë me projektin në Shqipëri, thotë detyra juaj thotë si deputet dhe detyra thotë e pushtetit është për na hap dyrë thotë, mos më na shëtit poshtë lart për me vepruar në atë formë që është vepruar deri sot. Po si mundesh ti? Më afrohet një investitor. Si afron projektin, mi bazën e vlerës, edhe më të parë herë shkon i thu duhet më paguaj 20% e 30%. Ku ka investitor si gjento? Kjo është metodika, kjo është puna që është bërë sot.
Kjo gjë do marrin fund një herë për gjithmonë. Dhe unë si përfaqësues i tyre nesër do jam krah për krah me çdo amerikan, me projektet e tyre, drejt për drejt në çdo ministri, përkatëse ku ti tokoj. Pse jo, dhe kjo se nuk janë zgjidhur deri te kryeministri. Edhe kjo gjë do marrin fund. Lek me paguën e përduar marrë nuk ka. Dyert të hapen, ata do të jenë të lirshëm dhe për me bë biznesin e tyre. Ma mallorja është çdo biznes si nesër në Shqipëri do vinë për 5 vite asnjë lloj takse. Kjo janë detyra jonë. Kjo janë detyra për mu shërbyer qytetarëve. Edhe unë mendoj që kjo gjë do rikthejë shumë shpejt pjesën më e lirë, më të rëndësishme, të rritë dhe të reja për me rikthyer vendin tyre. Qëse ne, ama këto si po i themi sot, nesër do e lamë në për letra, ne do bëmi më zhgënjyes se këta që janë sot, Allah është turp për ne, Allah është turp për një forcë politike si Partia Demokratike nesër, për mos e marrë të premtime. Por kam besimin e plotë si të marrë. Zoti Lika, po për të rritë në malësi të madhe, për moshën e tretë, a keni ndonjë projekt? Atëherë, lidhun me ne po kalojmë të nime ekonomike, so si thonë nime ekonomike. Ne, projektin edhe në programin e Partisë Demokratike, ka një nëshim të jashtëzakonshëm. Kush është ky nëshim? Nuk do të kenë ma për kraje sociale poshtë 200 eurosh. Por ama do të kenë disa kritere tjera. Jo këto kritere se janë sot. Janë të mirë përcaktuara. Unë nuk po flasim në detaj sot se kush janë kritere, por pjesa më e madhe do të jenë si do i plotësojnë këto kritere. Lidhur me këtë, do krijohet një mundësi tjetër. Pse e themi në 200 euro? 200 euro për me eliminu sa ma shumë të gjitha këto burokracira si dhe i sot me 20.000 lekë. Por çfarë 20.000 lekë? 20.000 lekë kush i merr? Por çfarë bën një familje me 20.000 lekë? Por çfarë bën dy pleqë në shtëpi, kupton si nuk kanë kur kanë sot me 40.000 lekë. Pra, edhe kjo stres, ose këto shtresa, vulnerable, do marrin një zgjidhje të jashtëzakonshme, shumë shpejt nëpërmjet ardhjes së Partisë Demokratike në pushtet. Në ditën vazhdim, ne, për këto ditë që na ka ngel, fushatës do zbërthejmë të gjithë programin në mënyrë të detajuar për çdo lloj shtrese që është më drejtori Shqipërisë, ta kuptojnë gjithë secili se ku ishe, ku je edhe ku do shkosh me këtë projekt Partisë Demokratike. Po. Atëherë, zoti Lika, ku je më i fortë si person në këtë fushat? Në cilën zonë? Apo në gjithë malësinë e madhe? Për një lojtar që ka vetë zonën e malësisë madhe, malësia e madhe një zonë është. Edhe një fushë është. Malësia e madhe unë e shoh veten që është në veri pojtë vërmoshit. Dhe ku datë malësia e madhe, unë e shoh veten njësoj. Për mua nuk ka ndarje malësia e madhe, nuk ka fushë të ndarë, është një fushë. Me që përmene vërmoshin kanë më kujtu, dhe më thënë, ajo problemi që kanë kelmenasit me respektimin e figurës mallet të tyre të Prekcalit, për problemin e shtëpisë të Prekcalit, e keni ngrit, ju vetë e keni ngrit në parlament. Çfarë do ndodhi nëse fiton Partia Demokratike? A do t'ja japin lejen aty në njerëzve që ta ngrinë atë kull të qenë të kelmenase? Ditën që unë isha në Vërmosh, kishte pas një deformim ose një tjetërsim të thanjes time në Parlamentin Shqiptar, dhe unë informova sa shkova që ishin kriju idenë se deputeti në Parlamentin Shqiptar ka blokua punimet për kishën, ka që qestin spak. A, ishte për kishën, në më tash për shpinë e Prekcalit. Po filloj këtu për medalët ty, dhe fatmirësisht, unë një gjova ata dhe tash, para se marrë fjallën time, kam zirë edhe njëri ktheva, dhe një gjoni fjallën e tash në parlament. Çfarë ka thënë deputeti për kishën? Dhe unë një më keq, se në vitin 2024, arrin politikan për interesat momentit, me deformua ose me tjetërsua thanjet e një deputeti, kanë shpëtar keq. Me gjithë ata e kuptuan me zallën e figurë fjalën time në parlament dhe ishte kundër asaj.
Çfarë ka thënë deputeti në parlament? Deputeti në parlament ka thënë, mas një kërkese të vazhdueshme të emigrantëve tonë, Shtetet e Bashkuara kërkojnë me fondet e tyre të bëjnë një kishë atje, kanë fillu punimet me kërkesën e bashkisë dhe ata kanë bezullu punimet se sot nuk u jepet leja. Kërkojnë që kryetare e parlamentit të ushtrojë notat e saj për me dhënë lejen. Dhe kjo ishte thënia e deputetit. Saksisht. Kalojmë të shtëpia për Preksalit. Po për sa kohë si sot, ne diskutojmë për pronat. A në kanë arrit edhe të prona e Preksalit, me thonë nuk është pronë e ti, e më gjenoni se ku jena. Ndaj them që kjo gjahë, ajo vepër do bëhet në mënyrë të menjëhershme dhe shumë shpejt. Sa të rehabilitojmë dhe të marrin certifikati i pronësisë, puna do fillojnë për shtëpinë e Preksalit që s'mund të frenojnë askush. Është një investim që do bëhet nga diaspora. Sigurisht. Janë gatshëm. Ne kanë edhe projektet e tyre, janë gatshëm me fonde me gjitha. Zoti Liga, si e parashikoni rezultatin e zgjedhjeve në qarkun e Shkodrës? Qarkun e Shkodrës apo në Shqipëri? Në qarkun e Shkodrës. E para Tu edhe në gjithë Shqipërinë më ne. E para e rëndësishme është që fryma po rritet çdo minutë çdo sekond. Ju shihni edhe shantazhet, ku gjithku. Ka mendon dikush se opozita nuk ashtu bë publiku standard, por ne i bëjmë standarde për ditë. Ne e dimë se ku jemi në këtë moment. Edhe e dimë se deri ku të shkojnë Partia Demokratike deri me 11 maj. Qofse ju më bani pyetje për qarkun e Shkodrës, qarku i Shkodrës do të kthehet tranzicionales vet. Çfarë do të them me këtë? Binja. Shoh frymën kudo. Dhe unë kam binjen që Partia Demokratike do shkojnë atje ku ne jemi kënë. 7 deputet. Pa diskutim. S'po i leni kujt, vetëm 4, Ne ti më bëni pyetje. Ti më bëni pyetje, unë vash mendimin tim. Do të shkoni me 7 deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Atëherë cila është sfundi, domethënë mesazhi që keni për zgjedhësit, meqenëse jemi 2 javë përpara ditës së votimeve. Çfarë mesazhi të përcjellni? Mesazhi im është ky që siç e kena pas tradit, unë besoj që deri në këtë moment pjesa më e madhe e fushatës ka ngel edhe pak ditë, 12 ditë sejt, shpresoj që kjo fushatë vazhdojnë të qetë, mos i trazojmë deri në një pikë ku nuk duhet i trazojmë qytetarët, mos krijojmë probleme artificiale të panevojshme, sigurisht që fushata është fushatë, të binin sa më shumë, unë për vete flas si deputet, kur edhe një herë nuk menoj për asë edhe moment vete. Të ndryshoj fjalorin tim, jashtë asaj qa më ka sill deri sot. Sigurisht që do punoj fort, do bini qytetarët, sa më shumë, të votojnë Partinë Demokratike, të votojnë numri 1, të votu numri 1, votojnë Ramadanike. Ky është slogani, ky është mesazhi, ky përcjellë marrësisë madhe. Dhe jam i sigurt se do gjejnë një mbështetje të jashtëzakonshme. Besimi i tyre do të jenë ajo që Ramadanlika do e përçojnë maksimalisht për 4 vitet e ardhshme në Parlamentin Shqiptar. Shpresoj dhe besoj fort që Partia Demokratike të vinë pushtet dhe deputeti të përballet në qytetarët e vet për kërkesat e hallet e tyre. Zoti Liga, faleminderit. Atëherë të nderuar miq, atëherë kemi përfunduar këtë bisedë në studio me deputetin e Malësisë së Madhe zotin Ramadan Lika. Ishte kënaqësi për kadishmërinë, por edhe për transparencën që përcolli gjatë gjithë kësaj interviste. Falenderoj me këtë rast edhe operatorin Arben Hysaj. Ju falenderoj të gjithëve ju që na ndoqët dhe ju la takim për ditët e vijim. Ju faleminderit. Mirupafshim deputet. Faleminderit juve. Suksese. Kënaqësi.